Si çdo 21 janar tjetër, për plot 15 vite nga 2011, edhe sot u zhvilluan homazhe në kryeministri, por ende shqiptarët nuk kanë parë drejtësi për 4 të vrarët në mes të bulevardit. Kryeministri Edi Rama priti familjarët e viktimave dhe sulmoi ish-kryeministrin Berisha, duke theksuar se protestuesit nuk kërcënuan gardhin, por u shëlluan nga tytat e pushkëve duke marrë 4 jetë, një krim shtetëror që ende nuk ka marrë drejtësi. Rama kritikoi SPAK-un duke thënë se prokurorët dhe gjyqtarët marrin paga më të larta se ai dhe presidenti, por nuk kanë vendosur drejtësi për 21 janarin, pavarësisht vendimit të gjykatës së Strasburgut. Nga ana tjetër, familjarët u shprehën se kërkojnë drejtësi dhe barazi para ligjit dhe jo hakmarrje. Ata kërkojnë që institucionet dhe ambasadorët e huaj të mbështesin zbardhjen e plot ngjarjes dhe të vendosin përgjegjësitë për viktimat e 21 janarit 2011. Ndërkohë, Xhaxhai, njëri prej viktimave, Alex Nikës, u paraqit ditën e sotme në SPAK ku u takua me prokurorin e çështjes dhe deklaroi se ky i fundit i ka bërë me dije se hetimet për këtë dosje kanë përparuar. Kreu demokrat Sali Berisha, me rastin e 15 vjetorit 21 janarit 2011, përsëriti akuzat ndaj kryeministrit Rama, duke e cilësuar përgjegjës kryesor për protestën që përfundoi me 4 viktima. Sipas tij, protesta kishte agjendë politike dhe Rama, përmes një regjistrimi të deformuar të bisedës me Ilir Metës dhe Dritan Priftit, e përdori situatën për të manipuluar opinionin dhe për të organizuar një tubim të dhunshëm. Berisha i quajti reagimin e Ramës për viktimat lot krokodili, duke shtuar se protestuesit u përdorën si mish për top për pushtetin. Ai theksoi se Garda e Republikës veproi sipas ligjit, ndërsa Rama po përpiqet të përdor viktimat për të shpëtuar veten dhe bashkëpunëtorët e tij. Gjithashtu Berisha komentoi vendimin penal të gjyqtares Irena Gjoka në Greqi, duke deklaruar se ajo kishte fshehur dënimet e saj dhe kishte kryer falsifikime të certifikuara, pa i raportuar ato pranë Këshillit të Lartë Gjyqësor sipas ligjit të vitit 96 për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve. E gjithë bota sot ishte me syt nga samiti ekonomik i Davosit në Zvicër. Presidenti amerikan Donald Trump tentoi të zbusë tensionet me Europën lidhur me Groenlandën, duke deklaruar se SBA-t nuk do të përdorin forcën ushtarake. Po kërkojmë një copë akulli, u shpreh Trump, duke theksuar se interesimi për Groenlandën lidhet vetëm me sigurinë kombëtare. Ai njoftoi se SBA-t planifikojnë ndërtimin e një kupole të artë mbrojtëse në Groenland, që sipas tij do të shërbejë jo vetëm për SBA-t, por edhe për Kanadan dhe aleatët. Duke i referuar Danimarkës dhe Europës, Trump tha se ata kanë një zgjedhje. Mund të thonë po, dhe ne do të jemi shumë mirënjohës, por mund të thonë edhe jo, dhe ne do ta kujtojmë këtë. Nga samiti i Davosit, Trump sulmoi NATO-n, duke thënë se aleanca e trajton padrejtësisht Washingtonin dhe se SBA-t nuk kanë përfituar asgjë prej saj. Deklaratat e tij vijojnë të shkaktojnë debat dhe shqetësim në kryeqytetet europiane, pavarësisht përpjekjeve për t'u tërhequr nga retorika e forcës. Duke zbuluar bisedat me Vladimir Putinin dhe Volodymyr Zelenskin, Trump apeloi të jepet fund kësaj lufte të tmerrshme referuar asaj që po ndodh në Ukrainë prej kohësh tashmë. Mirëpo gjatë fjalës së tij në samitin e Davosit, padyshim që kreu i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç e ka zakon, nuk mund të rinte pa ironizuar edhe homologun e Francës Emmanuel Macron. Për këtë të fundit ai tha se u shfaq si fort me syze të bukura dielli. Nuk do ta besoni, por më pëlqen Emanueli. E pash me ato syze të bukura dielli, çfarë dreqë ndodhi? Ai u përpoq të dukej i ashpër, u shpreh Trump. Më herët në darkën gala në Davos, situata ishte më e tensionuar, teksa Donald Trump sulmonte Europën. Nga kjo darkë është larguar shefja e Bankës Qendrore Europiane. Akademikja me profil ndërkombëtar Lea Ypi ka dalë hapur kundër vendimit të qeverisë shqiptare për t'u bashkuar bordit të paqes të propozuar nga presidenti amerikan Donald Trump. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Ypi e cilëson këtë vendim si një nga më të rrezikshmit e viteve të fundit, duke paralajmëruar se shtetet e vogla rrezikojnë të mbeten sërish në mëshirën e historisë. Reagimi vjen pasi Këshilli i Ministrave miratoi pjesëmarrjen e Shqipërisë në këtë nismë, e cila pritet votohet në kuvend, ndërsa kryeministri Rama ka pranuar zyrtarisht ftesën e Trumpit. Qëndrimi i Lea Ypit ka peshë të veçantë, pasi ajo konsiderohet një zë i rëndësishëm i së majtës dhe shpesh është promovuar nga vetë Edi Rama. Këshilli i Ministrave miratoi sot me urgjencë aderimin e Shqipërisë në Bordin e Paqes, vendim që tani duhet ratifikohet në kuvend. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla u kërkoi deputetëve të jenë të gatshëm për seancë të përshpejtuar. Dokumenti u dërgua sot në kryesinë e kuvendit dhe seanca pritet të mbahet gjatë kësaj jave. Ftesa e presidentit amerikan Donald Trump është parë si një jackpot për Edi Ramën, i cili prej një viti nuk kishte kontakte me administratën amerikane. Rama pranoi të jetë pjesë e bordit, ndërsa socialistët po përgatisin aktin
kërkojnë për miratim të shpejtë. Nga ana tjetër, kryedemokrati Sali Berisha u shpreh sot se demokratët mbështesin përpjekjet për paqe të Trumpit dhe nuk e mohojnë votën pro Edi Ramës. Sipas asaj që thot kryedemokrati Berisha, ky nxitim i Edi Ramës tregon frikën për protestën e paralajmëruar të opozitës më 24 janar. Ndryshe nga vizitat e mëparshme diskrete, Jared Kushner dhe Ivanka Trump vizituan Vlorën me njoftim paraprak për mediat dhe me një eskort të pazakontë sigurie. Autoritetet shqiptare thanë se bëj fjalë për takime me arkitekt, por mungesa e mbulimit diplomatik amerikan dhe përbërja e kolonës ngren dyshime mbi qëllimin real. Çifti VIP lëvizte me fuoristrada të zeza e furgon pa targa diplomatike, ndërsa suita e tyre duket më e madhe se sa vetëm për 2 personat e njohur. Takimi në Vlorë, në vend që të zhvillojë në Washington, Davos apo një kryeqytet tjetër, sugjeron kontakte me rëndësi gjeopolitike ndoshta të lidhura me negociatat ndërkombëtare që po zhvillon Donald Trump. Qeveria shqiptare përmes Edi Ramës duket se ofron mbulim dhe koordinim për këto takime, ndërsa spekulimet flasin edhe për mundësinë që Rama të udhëtojë drejt Davosit me avionin që solli Kushnerin dhe Ivankën në Vlorë. Vizita për te njoftimit zyrtar mbetet e rrethuar nga misteri dhe interesa strategjike. Ndërkohë, përpost Vlorës, mësohet se Jared Kushner dhe Ivanka Trump kanë vizituar zonën e Novoselës, konkretisht pranë hidrovorit në Akerni. Vizita është zhvilluar në masa të forta sigurie dhe në shoqërinë e arkitektëve të njohur. Burimet bëjnë me dije se ndalesa në Akerni ka pasur si fokus vlerësimin nga afër të vijës bregdetare, hapësirave përreth dhe infrastrukturës ekzistuese, me synimin për të analizuar potencialin zhvillimor të territorit, ku edhe pritet të investohet. Kryeministri Edi Rama ka uruar presidenten e Kosovës Vjosa Osmani për ftesën e marrë nga Donald Trump për të bërë pjesë e bordit të paqes. Rama e cilëson këtë si një gest domethënës të Trumpit ndaj Kosovës që forcon marrëdhëniet e Amerikës me popullin shqiptar dhe dërgon një sinjal për sigurinë dhe pozicionin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Në reagimin e tij, Rama u shpreh se ftesa është një shenjë respekti edhe ndaj rolit ndërkombëtar të Osmanit dhe pritet të vlerësohet nga faktorët politik kosovar. Ndërkohë presidenti Trump tha se OKB-ja duhet vazhdoj punën e saj megjithse bordi i paqes synon të zgjidhë konflikte globale. Pas Francës edhe Italia pritet të refuzoj ftesën e presidentit amerikan Donald Trump për të marrë pjesë në bordin e paqes. Shkak është neni 11 i kushtetutës italiane që lejon pjesëmarrje në organizata ndërkombëtare vetëm në kushte të barabarta me shtetet e tjera, gjë që nuk përputhet me bordin e paqes, një strukturë private me tarif hyrje prej $1 miliard. Bordi kryesuar nga Trump synon të promovojë stabilitet dhe qeverisje të ligjshme në zonat e konfliktit, duke përfshirë ndërtimin e Gazës. Antarët e ftuar përfaqësohen nga krerët e shteteve ose qeverive dhe shërbejnë për mandate deri në 3 vjet, përveç atyre që kontribuojnë mbi $1 miliard. Në bord janë përfshirë Trump, sekretari i shtetit Marco Rubio, Jared Kushner, Tony Blair dhe figura të tjera globale. Lista e ftuar përfshin vende si Rusia, Kanadaja, Egjipti, India, Brazili, Gjermania dhe Shqipëria. Statuti i bordit i jep Trumpit autoritet të plot mbi vendimet dhe antarët ekzekutiv. Ish sekretari i NATO Anders Rasmussen thot se koha e tolerancës ndaj presidentit amerikan Donald Trump ka mbaruar dhe Europa duhet të tregojë një përgjigje të vendosur. Rasmussen shtoi se nëse Trump zbaton tarifat shtesë ndaj 8 vendeve europiane, Bashkimi Evropian duhet vendos tarifa akmarrëse pasi sipas tij Trump respekton vetëm forcën. Gjykata e posaçme shpalli fajtor deputetin Agron Shehaj për veprën penale fyerje pas padisë së kreut të Partisë Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj, duke e gjobitur me 3 milion lek. Për akuzën e shpifjes, Shehaj u shpalli pafajshëm. Shehaj kishte akuzuar Lapajn për marrjen e 45 milion lekëve nga kompania Merkaj 3 SHPK, e sekuestruar nga SPAK si pjesë e aktivitetit të grupit kriminal të Çopjave. Adriatik Lapaj mohoi marrjen e parave, duke thënë se ato ishin detyrime ligjore për shërbimet e tij si avokat. Agron Shehaj pretendoi se Lapaj ka përfituar nga regjistrimi një pronë miliona euro të bler nga kompania e Çopjave. Vendim ky që sipas tij ishte dhënë nga vjeri i Lapajt Altun Çela, ish kryetari i gjykatës së Sarandës. Kreu i Partisë Mundësia Agron Shehaj ka reaguar pas vendimit të GKK-s. Në një video mesazh në rrjetet sociale, Shehaj thekson se gjykata e posaçme vendosi se ai nuk ka shpifur në deklaratat e bëra ndaj kreut të Shqipëria Bëhet Adriatik Lapaj. Sipas tij, të vërtetën për Lapajn e dinin të gjithë, por përsëri heshtin edhe në kohën kur Shehaj denoncoi me fakte se kreu i Shqipëria Bëhet kishte marrë para nga krimi i organizuar. Shehaj thekson se pavarësisht gjobës 300.000 lekë të rinj të vendosur nga gjykata e posaçme për fyerje, nuk do të hesht për të denoncuar të vërtetën ndaj kujdo që mund ta trembë vërteta.
Në mbledhjen e Komisionit të Ekonomisë, deputeti socialist Erion Braçe kërkoi miratimin e ndryshimeve ligjore për kontrollin e fluksit të investimeve të huaja në Shqipëri, duke argumentuar se agresioni ekonomik rus po rritet dhe kompanitë italiane po kontrollohen më shumë jashtë vendit. Braçe theksoi nevojën për instrumente që të monitorojnë kapitalet nga vende jo miqësore dhe të mbrojnë ekonominë shqiptare. Ai kërkoi gjithashtu veprime më të ashpra ndaj platformave mashtruese financiare si Forex, që sipas tij po dëmtojnë imazhin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Braçe akuzoi institucionet vendase për mosveprim, duke theksuar se këto platforma operojnë në qendër të Tiranës në ambiente luksoze dhe kërkoi investigime të brendshme dhe ndërkombëtare për të ndëshkuar përgjegjësit. Gjykata e posaçme ka dënuar me 30 vite burg Leonard Dukën për vrasjen e ish-policit Santiago Malco në vitin 2019, ndërsa vllai i tij Erlis Duka shpallet i pafajshëm. Bashkëpunëtorët e Dukës, Fatmir Hyseni, Aleksandr Manxhaku, Oltian Loga dhe Dritan Agaj, morën nga 25 vite burg secili për pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal dhe veprat e vrasjes me paramendim, armbajtje pa leje dhe trafik narkotikësh. Në seancë Leonard Duka deklaroi pafajësinë, ndërsa avokatja e tij kontestoi provat e spakut. Nga ana tjetër, mamaja e Santiago Malcos kërkoi dënim maksimal për vrasjen e të birit. Leonard Duka ishte ekstraduar nga Belgjika vitin e kaluar dhe ishte identifikuar si organizatori kryesor i ngjarjes. Dosja lidhet edhe me operacionin Revanshi, ku Duka planifikonte eliminimin e individëve të tjerë. Një tragjedi hekurudhore ka ndodhur pranë Barcelonës, ku një tren doli nga shina duke shkaktuar vdekjen e një makinisti dhe plagosjen e të paktën 37 personave, 5 prej cilëve në gjendje të rëndë. Ky aksident vjen vetëm pak ditë pas përplasjes fatale në Andaluzi, ku 2 trena me shpejtësi të lartë u përplasën duke shkaktuar vdekjen e të paktën 42 personave. Për shkak të këtyre ngjarjeve, shërbimi hekurudhor në Spanjë është pezulluar.